Mirë po, për me tregu fillimisht se sa është shumë e rëndësishme tek Allah Azza wa Jall Mekja, pse Allah Azza wa Jall me urtësinë e tina e ka zgjedhur atë vend i cili është kretin. Domethënë syri nuk lakmon, mirë po lakmon pasi që është bëj shajt. Pasi që Allah Azza wa Jall i ka dhënë vlerë, atëherë zemrat e njerëzve, syri i njeriut lakmon me shku me vizitu atë vend. Pra me shijuat atë ndjesin, atë iman dhe cilën të jep ai vend i bekuar. Prandaj Allah Azza wa Jall thot: La uqsimu bi hadha al-balad. Betohem në pasha ose betohem në këtë vend, është për qëllim Mekja. Pra ju ka drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dhe gjithë njerëzve duke thonë unë betohem në këtë vend. Pra unë betohem në Mekën e ndritshme. Betohem për shkak se Allahu ka dësht me i dhon vlerë, sepse aty është kibla e muslimanëve, aty është vendi ku drejtohen maspori fytyrat e muslimanëve, pastaj drejtohen edhe zemrat e muslimanëve.